Shkrimtarja dhe botuesja e njohur Flutura Aqka ishte e ftuara e rrallës e qendrës rinore Arka në Intelektus. Një profil i njohur dhe i panjohur i saj u prezantua për të pranishmit përmes rrëfimit të veç shkrimtares, e cila u ndal tek rrugtimi prej 3 dekadash me librin, në një treg sa sfidues aq edhe të vështirë si ai i Shqipërisë. Jeta e sfidoi me një humbje të rëndë Fluturën, pasi në 2018 sëmundja e rralli mori të birin, por për te dhimbjes ajo gjeti forcën për të ecur përpara. Sot bashkë me librin, Aqka ka hapur një shtek të ri në angazhimin publik, duke u futur rrugës së politikës dhe prej shtatori do të jetë deputete në Kuvendin e Ri të Shqipërisë. Ndërsa rrëfeu rrugtimin 30 vjeçar si botuese, Flutura Aqka tregoi sfidat që ka tregu vendas, lidhjet e krijuara me Kosovën dhe risit që ka sjell me autorët më të mirë të huaj duke i përkthyer në shqip. Libri e ka bashkuar Shqipërinë me Kosovën, edhe këtë jo them vetëm nga përvoja ime. Kështu që ka qenë në këtë sens ka qenë lehtë, flas për shqip në shqip forcit. Por në tregu shqiptar është treg i vogël. Është dhe ndonjëherë të vjen dhe keq për shkakun që ti do bësh marrëveshje për 300, bën fjalë edhe për 100 euro me agentin. Po i detyruar ta bësh se 100 euro për ty bëjnë shumë, për atë s'është asnjë gjë, po për ty është shumë. E flas është një treg i vështirë. Thash jo kam përshtat, ja kam profiluar shqipit mi, ja kam sjell autor. Për shkakun mund të merresh edhe me letërsinë shqipe. Ja marr në fillim të unë me letërsinë shqipe. Po pastaj e pash dhe më mora me autorët që më pëlqenin vet. Të janë autorët më të mirë sot në botë. Janë autor të stilit, autor të vështirë. Sigurisht ka qenë e vështirë ta sjellësh ta prezantosh Hulebekun në shqip, ta prezantosh edhe Pamukun në shqip, kur e solla për të parë, libër 530 faqe, ose të sjellësh Amosozin. Janë autor që nuk i njihte lexuesi. Lexuesi është mësuar edhe mbas 90-s, kërkonte Kafkën, kërkonte Camus, kishin edhe drejtën e vet. Pra do thotë donte emrat të cilët i mungonin. Dhe nuk i mungonte Pamukun, nuk i mungonte Hulebekun. Dhe kur kam sjell librat e parë, kam qenë me frikën edhe kam dalë me humbje. Një pjesë tyre kanë qenë me humbje, por fundit për mua kjo është lumturia. Unë jam kërkim kur bën në editori, jo vetëm në editori, po edhe në mënyrë ku shkruan. Është në kërkim, kjo është, po them, filli ti e gjithë jetën tënde në kërkim të lumturisë tënde të vogël personale. Unë do të them një sekret vogël në fakt për Shkodrën, kam shumë gjëra që mblidhin me Shkodrën. Një nga këto gjëra është dhe zonja që është me mua sonde, Gerda Mulder, është holandeze, është në fakt shkrimtare. Flutura Aqka është shumë e njohur me poezinë e saj. Në vitin 1997 mori çmimin ndërkombëtar Lira e Strugës në netet e poezisë strugane, ku ka përfaqësuar poezinë shqipe për disa vite. Në 1998 u zgjoll ndër 13 poetët më të mirë europian të gjeneratës së re në konkurimin për çmimin e Mall Tivoli Europa në Itali. Përfaqësohet me poezitë e saj në pjesën më të madhe të antologjive të poezisë shqipe, në gjuhë huaj dhe poezi dhe ciklet e saj janë botuar në shumë gjuhë. Edhe proza po tërheq gjithnjë më shumë vëmendje edhe jashtë vendit.